Jemi në pjesën e dytë të bisedës në Bullet Point sot. Zoti Crawford, ndërkohë regjia mund të ndihmojmë me temën e tretë, paqja fiskale dhe biznesi. Çfarë është paqja fiskale dhe në gjykimin tuaj, është momenti i dur që qeveria ta ofrojë këtë për biznesin? Këto është një lehtësim për ata që nuk kanë paguar taks të duhur. Kështu që ndoshta kanë bërë, nuk e di, kanë disa arsye. Ashtu, s'kanë se nëse kapin 10 vjet, kapin edhe turmetin, edhe Covidin, edhe disa gjëra të tjera, kështu që nuk është që çdo biznes të ketë të njëjtën arsye. Disa mund të tentojnë të shfrytëzojnë situatën, por besoj që në përgjithësi le të shpresojmë që gjithë që kanë pasur vështirësi, këtë është arsye pse nuk kanë paguar takset. Edhe vjen një moment që qeveria mund të thotë që energjitë që do shpenzojmë për të kapur këtë shumë që nuk është paguar, është më shumë se nëse ne fokusojmë diku tjetër. Këta është shumë normal në sektorin privat. Ne bëjmë këta pothuajse çdo muaj në bankat edhe në mikrofinancët, për shembull, edhe telekomët, edhe gjëra të tjera. Vjen një moment kur ke, le të themi, $10, €10, ose 1.000 lek, do shkosh të trokasësh derën e dikush për këtë, jo. Por mund të shesësh edhe dikush tjetër mund të menaxhoj këtë. Është delikat si është menaxhuar nga sektori privat, por këtë është diçka që ndodh edhe në Amerikë, edhe ndodh nëpër gjithë botën. Tani, ndryshe është që qeveria ka më shumë opcion për të kapur këtë lek që nuk është paguar. Kështu që duhet të pyesim nëse kompanitë që nuk kanë paguar ekzistojnë më, se ka një fenomen në Shqipëri që kompanitë shkojnë në pasiv. Ashtu është. Edhe normalisht këta kompani duhet të jenë likuiduar ose duhet të jenë fallamentuar, por kanë shkuar në pasiv dhe kanë detyrë për të paguar. Nuk e gjen dot më atë kompanitë. Nuk gjen dot, kështu që ndoshta është një kompani fantazëm, edhe këtë hap pastron pak shifrat të qeverisë. Por prapë duhet të ketë kujdes të mos jetë shfrytzuar nga kompanitë. Por besoj që këta është logjik në përgjithësi, këta është diçka që ndodh dhe mund të ndodh. Nëse dikush nuk takon shumë antar të dhomës amerikane, sepse asnjë nga të huaj do vi këtu duke menduar që të mos pagoj taks, duke shpresuar pas 20 vjet, duke shpresuar pas 20 vjet do vi një amnesti. Kështu që këta është diçka që mund të ndodhë, ka një element që ndoshta është një perverse incentive për njerëz të mos pagojnë, edhe mund të pagojnë për të mos pagojnë duke shpresuar që mund të jenë fallur, por prapë me sa di unë, nëse është paguar me një herë, është një zbritje 50%, nëse është paguar me këst, është një zbritje 25%. Kështu që nuk është një fallje komplet, por është një incentiv ndoshta për ata që mund të pagojnë të shlujnë detyrë që janë, ndoshta kanë ndodhur për një shkak që ishte jashtë kontrollit të tyre, për tërmetin ose Covidin ose diçka tjetër personale. Ndërkohë, në gjykimet tuaja, si ndikon kjo paqe fiskale në marrëdhëniet, klimën shtet-biznes? E përmirëson? Apo ata që janë biznese të rregullta e shohin çik shtetin me inat pse po i fal këta të parregulltit? Po, të dyja. Është edhe pastron situatën e qeverisë, edhe ata mund të fokusojnë nga ata gjërat që vërtet ka vlerë në të ardhmen, jo vetëm duke ndjek ata gabimet borxhet e vjetra. Por prapë është diçka që ndoshta është bezdi për ata që në vërtet kanë që të rregullt, kanë paguar rregullisht. Kështu që ndoshta duhet të jetë një diferencë nga kompanitë që janë fantazëm ose janë pasive ose nuk ekzistojnë më dhe duhet të jenë likuiduar. Edhe ata që vërtet po vazhdojnë të ecin edhe kanë aktivitet edhe nuk kanë paguar. Por nëse pagojnë me kast edhe ka një zbritje, edhe ka unë doja të shikoja edhe një zbritje për ata që kanë paguar rregullisht. Kjo është një gjë e bukur. Ju faleminderit që e sollët këtë. Pra, dakord ti po fal këta që nuk kanë qenë pagues të rregullt, ta quajmë vetëm kaq.
Por ata që kanë qenë të rregullt, nuk duhet t'ja zbresësh çik taksën se kanë qenë gjithkohës të rregullt shkret. Po, edhe tani që kemi surplus, domethënë kemi shtesë, edhe Mund t'ja lejosh vetes që mund të i trajtosh shikojmë çik diçka. më si sistemi bonus malus tek drejtuesit e automjeteve. Pra, në rast se ti je një drejtues që për 10 vjet nuk e marr gjoba, Po, edhe këtë është kështu diçka që ta mendoj qeveria edhe këtë që është diçka që është më së normale. Unë besoj që mund të ndoshta gjejmë një shembull diku tjetër. Kemi 50 shembull në Amerikë, për çdo shtet kanë një kështu histori të tyre, domethënë çdo shtet ka histori si trajton biznesin, si trajton. Tani shikojmë edhe disa shtete që kanë tax zero, kemi edhe New York që ka zgjedhur një person që thotë që do rrisim taksat deri në majt mallin, kështu që por çdo hap ka një incentiv. Edhe nëse ata bëjnë një incentiv pervers, do të heq, domethënë ata ecje pozitive që kompanitë e kanë. Kështu që nuk duhet të mos incentivojmë ata që kanë qenë të rregullt, sepse nuk duhet t'i harrojmë. Sepse do jetë një boomerang negative. Edhe ky shqetësim, ju faleminderit që e sollët në emision, pra vërtet do të jetë boomerang, pra do ketë një efekt shumë negativ në nivel të moralit, të trajtimit të biznesit, do të ndjen shumë keq bizneset e rregullta. Me lejen tuaj po kalojmë edhe këtë tema e 4 që kemi përzgjedhur, sërish me pensionistët, sepse duket që kjo është një qeveri, kjo është një mandat që është folur shumë për pensionistët. Ju e thatë me të drejtë, gati 1 në 3 shqiptarë sot të Shqipërisë janë pensionistë. Është ndoshta partia më e madhe e vendit. Mbi 750.000 nënat baballarë tanë të dashur. Dhe pikërisht këto ditë të kësaj jave, kryeministri Rama bëri me dije se nga viti i ardhshëm pensionet do të rriten çdo vit në 4 vjeçarin e mandatit të tij, të 4-të. 100 milion euro viti i ardhshëm, 200 milion euro, pra 100 më shumë viti 2027 e kështu me radhë. Edhe së bashku me parat për indeksimin vjetor, pra për mbrojtjen e pensionistëve nga inflacioni, ju e thatë që inflacioni është ajo që e hap pensionin e shkret, sidomos pas tërmetit apo pas pandemisë. Kështu që pyetja ime është sa e qëndrueshme do të jetë kjo politikë në 4 vite, sepse po merr një angazhim shumë të fortë për buxhetin e shtetit. Por për mua si logjikë është më së normale të ketë një pension që është lidhur ose indeksuar tek inflacioni. Më paktën të mbajnë ata vlerën e pensionit që kishin. Edhe është diçka si premtim që një societë e ka bërë të punëtorët e tjerë, që ata do pagojnë një pjesë të rrogës të tyre dhe do investojnë, le të themi do investojnë. Edhe do jenë sigurt me ata të Po, me skemën e sigurimit shoqërore që kemi për pension, shumë e drejtë. Kështu që besoj që nga teori është korrekt, nga fakti, për momentin jemi okej, por ka një rrezik që ndoshta nuk përballojmë në të ardhmen. Le të themi që ata investim që po vjen nga turizmi bie pak. Ose s'mund ta mbajmë dot atë ritëm çdo vit. Vjen nga disa gjëra që janë jashtë kontrollit, nëse gjithë investorët që investojnë në këta ndërteset që disa janë bosh, do mendojnë, unë kam investuar, kam parkuar disa lek këtu, por në fakt nuk është aktiv, edhe nuk po jap as me qira, as po shes. Është ndoshta disa pikpyetje tjetër që mund të bëhet përpse po ndodh këta tani, por le të mendojmë që këta do vazhdoj për edhe një farë kohë, por do vi një ditë që do të mbaroj. Ashtu është. Edhe ekonomikisht, logjikisht, dikush do thotë që okej, kam investuar në 1 apartament, 2 apartament, 3 apartament, 5 apartament, 10 apartament, por sa apartament më duhet që janë bosh. Kështu që kur vjen momentin edhe ekonomi nuk është shtyrë nga këta sektoret, çfarë tjetër kemi. Kështu që ndoshta pikpamje nuk duhet të jetë vetëm tek shifrat e pensionistëve, por si do të mbajmë ekonomia edhe ritmin e ekonomisë nëse një sektor bie që ne për momentin ne jemi duke shfrytzuar, duke gëzuar turizëm edhe ndërtimin.
Por Dy lokomotivat. Qa do bëjmë nëse një nga këta ose të dyja nuk është aq i fort në të ardhëm. Edhe besoj që fokusi duhet jetë atje, se pensionisti është një derivativ. Të ardhur që vjen nga këta është një derivativ. Kështu që nëse vazhdojnë ose ne mund të zvoncojmë këta sektor, ose më mirë shtojmë një sektor tjetër, atëherë mund të edhe rrisim pensionet më shumë. Shumë e rëndësishme dhe ju falenderoj edhe për këtë që thatë. Pra, ne kemi atë të shprehjen popullore dhe ju e keni don't put all the eggs in one basket. Pra, mos i vë të gjitha vezët në një kacile, themi ne, në një sport. Kështu që është mirë, e thatë me shumë të drejtë, që qeveria ta mendoj, është ndërtimi, është turizmi, por nuk do të rriten për pambarim. Do ketë një moment që do stopojnë, ose edhe mund të zbresin, kështu që çfarë do bëjnë atë moment. Në gjykimin tuaj, edhe për skemën e pensioneve, vuan prej vitesh në Shqipëri nga mungesa e ekuilibrit. E kemi raportin më të ulët në Europë. Kontribues, ata që janë në punë dhe paguajnë për skemën, dhe përfitues janë pensionistët. E kemi 1 me 1.2 tashti. Shumë të ulët. Në gjykimin tuaj, çfarë duhet bërë? Duhet të formalizuar më shumë ekonomia, pra ata që deklarojnë pagat, nga njeri deklarojnë një qikë në ullje, në sektorin privat, nuk është fjala për kompanitë e mëdha, ato janë serioze, por flasim gjithë një për biznesin e vogël dhe të mesëm. Çfarë duhet bërë në gjykimin tuaj? Besoj që mund të shkojmë te Kosova, që ata kanë një pension të trusti që takon tek individit. Po. Kurse Shqipëria është si Amerika, është një lëmsh parash, edhe nëse kemi para, okej, japim, nëse s'kemi, nuk japim. Kështu që sa më shumë që mund të takojmë një pension që individesh, ndoshta është më pozitiv incentive. Se kemi shumë shqiptarë që kanë shkuar në Amerikë, kanë shkuar në Gjermani, kanë shkuar në Angli dhe janë duke punuar. Në fakt, shumica nga ata, jo shumica, por disa nga ata që kanë për të fituar më shumë, janë jashtë. Kështu që nëse ata janë jashtë, duke bërë kontribut në Gjermani, ose në Angli, ose në Amerikë, ndoshta ata do mendojnë pse të jap një kontribut të Shqipëria, kur futet një jetesë dhe kush e di që lëmsh të bëjnë me parat që jap. Nëse është diçka që takon direkt të një pension të individit, ndoshta mund të thithim më shumë nga ata që thonë që okay, do të bëj pensionin tim në Amerikë, por prap do të bëj një kontribut për vjerën që i kam akoma në Gjirokastër ose diçka të tillë. Edhe këta është diçka që ndoshta ka një incentiv pozitiv për njerëz të mendojnë se do mendojnë për individit. Nëse shikojnë që mund të bëjnë një kontribut edhe mund të ndjek online rritin direkt të ta, do ndjen më mirë. Unë e di që nga pikpamjen e gruas që ajo mendon është më mirë të investojmë në diçka që mund të shohim, edhe unë ndjem më mirë si dikush që vjen nga Evropë, prapë si Amerikan, por me përardhje nga Evropë, dhe ne kemi ndryshe sistemin që unë nuk kam problem të ballafaqohem me diçka që nuk është sigurt. Jam mësuar me djersmije, nuk prasigurisht diçka nga qeveria, por prapë besoj që është diçka që duhet të ndryshoj, se për ndryshe gjithë ata që kanë mundësi edhe fuqi për fitimin do jenë jashtë, edhe do ngelemi vetëm me ata që kanë fuqi edhe japin kontribut, por një të tretë janë pensionistë ose një të katërt. Edhe shtojnë çdo vit edhe të jetojnë. Është që duhet të marrin parasysh. Po, ju përmendët edhe shqiptarët që janë me punë, qoftë në Gjermani, qoftë në Itali, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ndërkohë qeveria këtë vit që po mbyllet janë 2 muajt e fundit të zotit Crawford, e ndërmori një marrëveshje me Italinë për pensionet. Madje edhe për bashkimin e pensioneve. Pra nëse një qytetar shqiptar ka bërë 10 vjet punë këtu, pastaj ka ikur emigrant në Itali, ka bërë dhe 20 vjet atje, shteti italian ja njeh dhe vitet e punës këtu, njëkohësisht po të jetë që është kthyer dhe banon këtu, i jep edhe pensionin për ato 20 vjet që ka punuar atje. A mos duhet qeveria jonë të shikojë këtë gjë për ta bërë edhe me shtetet tjera, me shtetin gjerman, me shtetin grek, ku kemi
shumë situacion migrant, përse jo edhe me zotin Trump në Amerikë, nëse bëhet, gjithnjë nëse bëhet. Se edhe atje kemi shumë shqiptarë, ju e dini. Edhe është normal të bëj një marrëveshje më paktën brenda BE-s që Shqipëria do futet si antar, kështu që besoj që një negociat mund të bëhet me Amerikë, por Amerikë do thotë që a keni mbaruar me Greqi, ose Gjermani, ose... Se po vini kaq larg, mbaroni një herë brenda në BE. Shumë drejt. Besoj që tani kemi standard, kemi një president me Ashtu Italinë. shumë të rëndësishëm. Kështu që thjesht të vazhdojmë këtë. Besoj që këta do jetë shumë ndihmues për shqiptarët. Në rruga e dur. Dhe pyetja e fundit për këtë temë të parafundit, të katërt, në gjykimin tuaj, në mënyrë që pensionet të rriten në mënyrë të qëndrueshme. Ju e thatë që nga njerë është më mirë që pensioni si në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut të ketë një shtyllë tek individi. Pra besoni edhe tek fakti që ne i quajmë pensionet e detyrueshme private. Po ende nuk, edhe pse kuadri ligjor është përgatitur, qeveria duket sikur po heziton që t'i besoj privatit një pjesë të sigurimeve shoqërore, pra të taksës që është për pensionet e qytetarëve në të ardhmen. Në gjykimin tuaj, është ndërhyrja e dur? Besoj që ne në Amerikë ne japim incentiv tatimore. Nëse ke një pjesë të rrogës që do japësh si kontribut ligjërisht të qeveria, edhe ke sistem privat që mund të japësh edhe një pjesë atje. Nuk mund të fshish gjithë, domethënë nuk mund të shmangësh gjithë tatimet, por një pjesë mund të japësh edhe të qeveria, edhe të sistemin privat. Kështu që këta për mua ka logjik, edhe nëse dikush edhe në Amerikë shumica nga ata që shfrytëzojnë këtë sistem kanë më shumë lek në pjesën e privatës. Edhe nga një herë është bërë një match me kompanitë të tjera, domethënë shtojnë të njëjtën gjë, edhe të njëjtën shumë. Edhe në fundit, nëse një individ është më i varur nga pensionet të tjera privat, zbut ashtu është. Shumë presioni nga qeveria. Kjo është e vërtetë. Kështu që sa më shumë opsionet që mund të japim, nuk duhet të tërheqim ata që është nga qeveria, se nga një herë duhet një rezervë, domethënë siguri rezervë, por prapë nëse individit mund të bëjnë ose familje mund të bëjnë, të bëjnë. Përse jo? Sepse shikojmë, ndoshta ne themi që duke parë edhe fqinjin mund të mësosh, Maqedonia e Veriut për shembull ka një fond rreth 5-6 miliard në këtë formë, kështu që ne duhet ta mësojmë nga shembull. Është diçka që kur shikojmë Kosovë që ishin në luftë dhe ishte pothuajse shkatruar. Ashtu është. Edhe filloi, edhe tani ka disa miliardë dhe Maqedoni të njëjtën gjë. Ne mund të shikojmë edhe mund të themi, pse nuk kemi bërë ata, por mund të fillojmë sot. Edhe më mirë të fillojmë sot se është koha ta nisim sot. Për diçka që kemi humbur. I lutem regjis pjesën e 5, temën e 5 të fundit, por jo për nga rëndësia, takimit i presidentit Trump me presidentin kinez Xi Jinping në Azi, në Koren e Jugut dhe ekonomia botërore. Na interesojnë se janë dy gjigantët, dy ekonomit më të mëdha në botë. Zoti Crawford, prandaj edhe kemi përzgjedhur së bashku. Këtë takim ka tërhequr vëmendjen e botës, jo vetëm për arsye politike, por edhe për pasojat që mund të ketë në ekonominë globale. Dhe vetë rikthimi i presidentit Trump në administratën e tij të dytë, pozicionimi i Kinës si fuqi ekonomike në ngjitje të fortë, e bëjnë të takim një ngjarje kyçe për ekuilibrat ekonomik dhe tregtar të globit. Në gjykimin tuaj, apo ofrohet një epokë e re e tregtisë me kushte, pra unë të vë një kusht dhe ne bëjmë tregti. Të vë një tarif dhe pastaj hajde të bijem dakord, ta ulim, ta ngrëm në gjykimin tuaj. Unë besoj që gjithmonë ka pas qenë kështu, por ndoshta nuk ka qenë transparent për gjithë. Më e fshehtë. Shumë për drejt. gjithë popullin, ndoshta ka ndodhur mbrapa skene. Unë e di që ne nga një herë përpara ne kemi përdorur edhe USAID-in për këtë. Nëse bëni këtë, do japim ndihmë, edhe ndihmë vinte nga USAID ose diçka të ngjashme. Unë besoj që tani
muhabet që Trumpi ka me Kina është duke qëndruar për ata mineralet që janë mineralet e ralla që është edhe ai është duke shtyr Kina, por Kina nuk është i varë komplet nga Amerika. e drejt. Kur kemi vënë tarifet, ata kanë kthy te disa konsumatorë të tjera. Ashtu është. Por Australia për shembull, marrëveshja e fundit. Evropa edhe Evropa, Kanadaja. Por shumica nga konkurrenca është në Afrikë. Edhe situata atje është si një kontinent që gjithmonë është në presion të Evropës, të Amerikës, të Kinës, të vendet të tjera. Kështu që besoj që ka një bashkëpunim pozitiv për çdo palë, por prapë se prapë është diçka nga pikpamja time që ka qenë duke ndodhur gjithmonë. Dhe besoj që Amerika nga një herë ne shikojmë botën, edhe ndoshta çdo kom bën të njëjtin gabim, shikon ata si që ne mendojmë vetë. Edhe ne menduam që do japim Ju jeni lirisë. qendra botës tash. Ekonomia më e fuqishme. Ne jemi edhe ishim, por nuk e di nëse do jemi. Jemi akoma. Shumë e bukur kjo. Edhe ne në Amerikë, nëse dikush na jep liri edhe përgjegjësi, ne marrim këta. Edhe ne përgjigjemi të më thëmë pozitivisht. Kur japim qeveria Kina të njëjtën liri, ata nuk kalojnë këtë popullin, por shfrytëzojnë. Dhe nga një herë mund të bësh një argument që edhe popullin fiton përmes shfrytëzimin e qeverisë të tyre, por prapë se prapë është ndryshe. Edhe besoj që ne Amerikanët kemi keq kuptuar me ata njën tonë. Edhe ne shikojmë ndoshta më afatshkurtë se sa ata. Ata mendojnë për Ashtu është me plane afatgjata, 5 vjeçare, 10 vjeçare. Ata mendojnë për planet 100 vjet, ose mendojnë, okay, do bëj unë, nëse nuk bën unë, do bëj nipin tim ose shtërnipin tim. Kurse unë mendoj, këta javë do të bëj diçka. Unë mendoj për muajin, ata mendojnë për brezet. Shumë e drejtë. Kështu që është një marrëdhënie që është ndërlekuar, por prapë është pozitiv për të dy anët. Unë besoj që fokusi për momentin është ata mineralet rallë, edhe ndoshta janë ata që Kina e ka shumicën nga këta. Ne kemi pas edhe rastet kur kanë përdorur edhe korrupsionin në Afrikë. Bile ishte një raport që ishte McGonigal, që ai të FBI-s që ishte këtu, ai ishte përdorur nga një shqiptar që ishte duke punuar për kinezët për të korruptuar ata të afrikanët për këta çështje minerale. Kështu që është diçka që është ndërlikuar, është diçka që ka prek edhe Shqipëri ose një shqiptar, ndoshta ai ka punuar për interes të vet. Por prapë se prapë është diçka që është real. Dhe është diçka që ne tani jemi duke ndjek më afër. A pati ky ndikim Trump, Xi Jinping, ky takim ndikim në tregjet financiare, në kursin e dollarit? Po, se ne kemi thënë për 20 vjet që Kina ka bërë manipulim me valutët e tyre. Ata kanë dy, domethënë një që është renminbi edhe një tjetër që përdoret ditë për ditë. Kështu që nëse dikush ose një kom tjetër bën manipulim, është vështirë për sektorin privat amerikan të konkurrojë me një sektor publik që është mbështetur edhe nga manipulimin e konkurrencës, edhe qoftë ata që thonë që ka ndodhur edhe korrupsione. Kështu që këto janë muhabet që duhet të bëjnë, edhe janë muhabet që takon sektorët të madhe në Amerikë edhe në Kinë, edhe janë diçka që ndoshta nuk do mbaroj sot, do vazhdoj këtë muhabet edhe në të ardhmen. Shumë të kalor. Pyetja e fundit, 1 minutë kona ka ngelur zoti Crawford. Në gjykimin tuaj, ky takim është pararendës për një takim të dytë, ndoshta në Washington apo në Pekin. Në gjykimin tuaj është si thua një hyrje për një marrëdhënie më afatgjatë? Po, është diçka që do vazhdoj. Trumpi është dikush që thotë që unë jam gati të flas edhe me armikun.
Kine nuk është armik, është në konkurrencë. Konkurrenti, drejt. Do them, por ai ka shkuar edhe në Korea e Veriut, ka folur edhe me ata në lindjen e mesme që normalisht ka qenë armik, por me konkurrencë gjithmonë ne kemi një marrëdhënie simbiotike, qoftë pozitive, mund të jetë pozitive nëse është menaxhuar mirë dhe shpresojmë që do jetë. Zoti Crawford, ju faleminderit që ishit me ne sot në Bullet Point. Faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim në takimet e ardhshme.